Përshëndetje vajza, sot unë kam bërë disa dëme dhe kështu që doja t'i ndalim së bashku. Fillojmë. Ura hatova pak, lash dhe kutiet këtu, i kam pushatisur dhe gjithë pjesën e kam lënë këtu, do t'ua tregoj edhe me foto. Dhe fillojmë. Kam marrë si fillim, kam marrë 4 pako kafe nga këto këtu. Është kafe të mersi shumë mirë, është shumë kremoze, nuk të dëmton organizmin, edhe nëse ti e konsumon shumë herë në mëngjes është shumë e lehtë, është me përbërje ulliri dhe një kapsulë si kjo kushton thjesht 23 lekë të vjetra. Kështu që bjerni pak lapsi, se gjërat kanë shkuar shumë shtrenjtë, merrni një ekspres në shtëpinë tuaj dhe bëni kafe në shtëpi dhe do të më kujtoni dhe do të më falenderoni. Si kjo kafe, zorë se gjeni dhe sidomos në përbaret që ndodhen në gjithandej, të cilat e kanë prishur totalisht dorën dhe kanë filluar duke marrë një kafe që mua më shumë vjen si e djegur sesa si kafe normale. Kështu që kam gjetur aty dhe realisht këtë kafe kanë filluar duke konsumuar edhe persona që nuk e pinin kafen për shkak të se i rriste tensionin, i krijonte aritmi, por kjo është një nga super zgjidhjet. Ua them me zemër. Kështu që në këtë unboxing unë kam marrë 4 copë të tilla, që t'jem pak kohë e furnizuar. Dhe një kuti si kjo, që mos harroj, ka brenda 60 copë. Më pas kam marrë një kit po për kafe, duke qenë se dukem që jam një kafedashse, por më pëlqen më shumë ta konsumoj në shtëpi dhe dua t'i kem të gjitha bukur dhe të shërbehen mirë. Kam marrë setin me 100 gota, me 100 përzierës dhe me 100 sheqer. Dhe gjitha kjo kuti ka kushtuar thjesht 5 lekë të vjetra. Fillojmë, do kujdesim pak